vjen në qysh si ka fundi, që njëherë duhet me ditë, duhet me punu, e pastaj s'mungon edhe fort. Ose si shtu ndryshe poplin tonë, duhet me pas mjetin e mirë, duhet me abo hizmetin e mas të vjen edhe kismeti. Nëse nuk punojme, nuk angazhohemi, e gjatë qofë dhe mos me pas qëllimin e mirë, mas si s'ka kish me pas fat. Në tash, në formë të anekdotës qyshën humoristike është edhe kjo thonje e poplit tonë, a ma mirë me ditë a me të dashtë. Unë e menoj që ma mirë me ditë. Se, shikoni, sa veta jemi këtu gjithsej në këtë restoran, për shambull, nështë jemi 200-300, nëse është puna mja dashtë, mundet mja dashtë nja 4-5 vete. A me ditë mujna krejtë. A e kuptoni? Prandaj është shumë më rëndësi ta orientojmë rinin tonë ka puna, ka angazhimi, kontributi, ka dia, ka mjeshtria, ka zanati, dhe unë besoj që mandej edhe fati do t'i ndjek, pa dyshim e do t'kjerë ardhmëri edhe ma t'mirë se sa prezi ymë. E kur rritën edhe më shumë se shkolla e mesme e gjimnazet, e kanë universitetin. Bursat për student e kanë pas bugjetin 20 milion euro në 4 vjeqarën e kaluar, 18.000 bursa i kena nda, do t'i dyfishojnë në mandatin që vjen, edhe studentat që mësojnë, studiojnë në universitetet jo publike, në kolegjet private, gjithashtu do të fillojnë të marrin bursa nga mandati jashtë. Për studentët, do ta kemi edhe bursën e mobilitetit, sa më largë që studion, aq më shumë mbështetet financiarisht, dhe njëkohësisht do ta kemi edhe transportin me programin On and Bon, me bilet integruar, transport urban dhe ndërurban, 10 euro në muaj do të mund të qarkullojnë qytetarët e fushë Kosovës dhe krejt Kosovës, gjithandej Republikës tonë. Tjetra është që nuk mjaftojnë hekurullat, nuk mjaftojnë digat, stadiumet, nuk mjaftojnë as rishpërndarja e mirëqenjes sepse kemi rritje ekonomike nëse nuk e vendosim drejtësi. Prandaj, na duhet prokuroria re speciale kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, na duhet zyra disiplinore që i bën prokurorin edhe gjyqësorin më shumë llogaridhënës dhe transparent, dhe na duhet vetingu për kompetense, integritet e byroja për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme, ashtu që të mbyllen plagët e hapura të korrupsionit kaluar. Pra, ne të dashur qytetarë nderuar pranishëm, na nuk jena kurrë kundër të pasurve, pasurimit apo pasurisë. Ne dëshirojmë që sa më shumë qytetarë mu pasuru, sa më shumë me pas njerëz të pasur, vetëm që dojna me di qysh. Pra, duhet me u pasuru nëpërmjet punës e dijes dhe atyre që nga e kaluara nuk ju përputhen të hyrat me pasurim, do duhet ta bëjnë ata sërimin. E jo të shndrohen në sundimtar në vendin tonë, t'u lënë trashëgimi pasurit dhe mjetet financiare të zhvatura nga shtetje natyra e Kosovës, fëmijëve të vetë trashëgim, e ata të bëhen pastaj sundimtar të ri për të cilët fëmijët e Kosovës në përgjithësi u dashka të punojnë për një pakicë të privilegjuar. Kjo nuk vjen konsiderim. Prandaj, Byroja për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme e bën të gjë. Ju e keni parë që shtesat për fëmijën universale. Ne të gjithë fëmijëve ja u japim shtesat. Sepse kemi nisë një program të pakthyeshëm,
që nuk do të varet as mas 20 vjetëve a 30 vjetëve çfarë qeverie ka me pas Kosovë. Shtesat për fëmijë nuk kthehen mrapa më. Çdo fëmijë duhet t'i marrë. Nuk bën shteti i Kosovës, vendi ynë i dashur, atë dheu ynë, tjetë për disa fëmijë nën e dashur, e për disa të tjerë mirë ke hidhur, si të vogël. Duhet jetë për të gjithë i njëjtë. Prandaj edhe byroja për konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme i barazon mundësi për fëmijët në të ardhmen në mënyrë që plagët e korrupsionit të mbyllen dhe të gjithë të kenë shansë e mundësi të barabartë për përparim. Tash unë di që në Fushë Kosovë e kemi komunën me mas shumë të qytetarë shqiptarë që janë me preordhje nga Presheva, Medvesha e Bujanovce dhe ju përshëndes për zëmërsisht të gjithë. Para qeverisë son nuk ka pasur mbështetje financiare nga buxheti i shtetit për shqiptarët e Luginës. E fillum ne me 2 milion euro në vit, e ngritëm në 3 milion euro në vit, tash është 4 milion euro në vit, dhe 4 milion nuk është talloni, po dyshemeja. Nën 4 milion asë një vit nuk do t'jetë më pak për Luginën, më shumë bën. Më pak nuk ke ujë. Tjetra, ndër vite me qeverisjen tonë, librat shkollore, parashkollore janë siguruar për çdo vit për rreth 4.000 nxënësa. Bursa për student gjithse janë dhënë 1.234 për studentët nga Lugina, për shkollën e muzikës edhe muzeun Preshev 580.000 euro buxhet, i kemi mbështetur përfaqësuesit politik të shqiptarëve të Luginës për lobim në Amerikë, në Evropë, për Parlament Evropian, Këshill të Evropës dhe Gjermani. Pastaj kemi vendosur kuota të avancume për specializim mjekësi dhe subvencionim të pagesës së specializimit për studentët shqiptarë nga Lugina, trajtim të barabartë për pacientët prej atje në spitalet tona, licencim për profesionistët shëndetësor nga Lugina në institucionet tona shëndetësore. Pastaj juristëve nga Presheva, Medvesha dhe Bujanovci ju mundësuam aplikimin për dhënien e provimit të jurisprudencës në Kosovë dhe me ligj shqiptarëve nga Presheva, Medvesha dhe Bujanovci ua kemi mundësuar që të bëhen pronar të pronave të paluajtshme në Republikën e Kosovës. E tash për projektet dhe prioritetet në Fushë Kosovë, duhet ta theksoj atë që kryetari Valen Perbreza tashmë e përmendi, projekti i kogjenerimit, zhvillimi dhe zbatimi i sistemit kogjenerimit për përmirësimin e furnizimit me energji termike dhe rritjen e efikasitetit energjetik. Sepse dashur qytetarë, çfarë bëjmë ne? Energjin termike në termoelektronat tona, kur djegim qymyrin, avullojmë ujin dhe vëmë në lëvizje turbinat dhe generatorët, e shëndrojmë në energji elektrike. E mandej energjin elektrike, kur na vjen në përbanese në përshtëpia, të kaloriferët edhe të klimat, e shëndrojmë përsëri në energji termike. Pra, energjia termike bëhet elektrike për të ribërë termike. Në mënyrë që mos kemi këso humbjesh, është mirë ta instalojmë projektin e kogjenerimit nga i cili përfiton shumë Fushë Kosova, një komunë fort e dendur e Republikës tonë, sa që regjistrimi popullsisë ka treguar që me zhvillimet aktuale në vitin ardhshëm ju i kaloni Peje Gjakovë, për shembull, si Fushë Kosovë. Janë zhvillime të cilat para disa vjetëve si ka paramenduar këtu. E ne do ta kemi në të ardhmen edhe buxhetimin sipas regjistrimit të popullsisë. Pra, regjistrimi i popullsisë do të jetë
baza, platforma mbi të cilën ne do të bëjmë politika zhvillimore për komunat e dua ta ritheksoj që buxheti për komunat e Republikës Kosovës si vjet krahasu me vitin 2021 është për 59% më i lartë. Është ju afru 900 milionë. Tjetra është ndërtimi i qendrës kryesore të mjekësisë familjare, projekt i përbashkët midis komunës së Fushë-Kosovës dhe Ministrisë së Shëndetësisë për shërbime cilësore moderne, pastaj ndërtimi i spitalit Hospica, investim në kujdesin shëndetësor dhe mbështetjen për pacientët dhe familjet e tyre, ndërtimi i stacionit të zjarrfiksëve, rritje kapaciteteve për emergjenca, siguri dhe mbrojtje civile. Tjetra është ambulanca specialistike e përbashkët ndërmjet Fushë-Kosovës dhe Obiliqit. Zgjerim e shërbimeve specialistike shëndetësore për qytetarët të dy komunave, ndërtimi i kampusit të shkollave të mesme, investim strategjik në arsim në të ardhmen e trinjve, pra rregullimi i shtretërve të 4 lumejve që i ka Fushë-Kosova, projekt bashkëpunim i komunës me Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Pajisja e qendrës kryesore të mjekësisë familjare me mamograf, për herë të parë qytetarët e Fushë-Kosovës marrin shërbimin e mamografisë në komunën e tyre, investim i Ministrisë së Shëndetësisë për kujdes më të hershëm dhe më cilësor.